Është vërtet që në Kushtetutën e Kosovës është ajo ndarja që janë rezervuar 20 vende për pakicat. Por ajo ndarje ka qenë një tip kompromisi i cili i ka dhënë pavarësinë Kosovës. Pra në kuptimin e asaj kushtetute e cila ishte e pranueshme nga gjithë vendet aleate që t'i jepnin njohjen shtetit Kosovës në 2008. Dhe nisesh edhe nga faktor historik, sepse dikur kushtetuta ka qenë pjesë konstituive e Federatës Jugoslave, dhe për të ruajtur ato garanci që dikur ju mor autonomia Kosovës nga ana e Slobodan Miloševićit, u gjet kjo formulë e cila në një farë mënyrë nuk lejonte ndryshime të statusit, pra të kushtetutës, pa miratimin e vetë komunitetit serb që jeton në Kosovë. Si që bëri Miloševići dikur shqiptarëve që u mori autonomin, pa i pyetur fare, mos të ndodhte pak a shumë e njëjta situatë. Pra u gjend një zgjidhje e veçantë e cila ishte e pranueshme, por kishte edhe një background historik në mbrapa. A është problematike për përfaqësimin? Po, është problematike sepse numrat janë pak më të fryrë se sa aq, domethënë, në kuptimin e asaj demokracie përfaqësuese që duhet të jetë vullneti sa më i saktë. Por duhet thënë që ata që janë minoriteti serb në Kosovë, nuk është se paktën ndaj Albin Kurtit është treguar lojalisht, sepse vetë kjo presidente që është tani është zgjedhur me prezencën e minoritetit serb në sallë. Pra duhet ishin 80 deputet, kështu e kërkon Kushtetuta e Kosovës, për të arritur korumi, dhe nëse nuk ka korumi me 80, dhe ky do jetë një problematik që është në pranverën e vitit tjetër, që do të zgjedhë president tjetër në Kosovë, dhe erdhën u paraqitën në sallë, u arrit korumi, nuk votuan, dhe u vendos me votat vetëvendosjes Vjosa Osmani, presidente. Nuk e shihni si problemin në rastin konkret të listën serbe? Pra, po të shikosh në këtë rast, u treguan lojal me Albin Kurtin. Kështu që t'u hedhim fajin komplet atyre, më duket pak... Diçka një sqarim të lutem me që jemi të kjo temë. Unë nuk thash fajin e ka minoriteti sërb, deputetët e minoriteti sërb. Unë thash fajin dhe problematika qëndron tek plani Ahtisarit. Dhe kjo është problemi që unë nuk ngrej problemi se kanë sërbë. Sërbët janë në drejtën e vetë të votojnë, mos votojnë, qëndrojnë, mos votojnë. Ta vazhdoj më të kishte për analizën e kuotës. Sepse për analizën e kuotës, sepse kanë atë numrin që është me 20, që janë lënë njanë. Pra, por kur është dashur ko numër, Albin Kurti e ka përdorur, pra e ka shpëtuar në një farë mënyrë, ky 20 që e ka shpëtuar Albin Kurtin, që të mos kalone vendin në zgjedhjet parakoshme, kur u zgjodh presidenti i Republikës. Dhe për më tepër, kjo kushtetut, ky kuadër kushtetues, ka që në 2008, Kosova nuk ka qenë ndonjëherë pa qeverisje për një vit të tërë. Kosova nuk ka vajtur në parlament të votohet pothuaj 60 herë i njëjti emër. Çfarë ndodhi këtë vit ndryshe? Pikërisht. Kjo është ajo që është veçantë dhe këtu e shikoj problematikën, po shikoj problematikën tek mënyra se si vetëvendosja e percepton pushtetin. Në mënyrë që o unë do i marrë të gjitha, o s'do i marrë asnjëri. Pra ka një mentalitet totalitar në mënyrën se si qeveris apo do që të qeveris, e cila është shumë e dëmshme për Kosovën. Për shkak të problematikave që vetë Kosova ka. Dhe është ky mentalitet totalitar që e ka bërë që Kosova të ndodhet në këtë gjendje që është tani, pa qeveri, pa një buxhet të miratuar. Vitin tjetër do futet, sipas parashikimeve kushtetuese, do futet një buxhet i cili është minimat, po, është minimal, do ketë ato shpenzimet 1 të 12 në çdo muaj, për shpenzimet minimale, etj. Ti rrezikon dhe nuk e firmosur marrëveshjet me BE-n, ishte rreth 300 milion euro që do merreshin vitin që vjen. Dhe nuk kanë për tu marrë. Pra, në kushtet kur Kosova është edhe pak dobët në ana ekonomike, është një diçka shumë e mirë që sikur ti kishe marrë ato fonde. Pra, çfarë ke bërë ti një vit rresht, ti ke humbur kohë. Ndërkohë, e keqja është që edhe situata në rajon është duke u përkeqësuar. Ne po shikojmë tani konfliktin në Ukrainë, që sa vjen bëhet edhe nuk dihet se çfarë drejtimi do marrë.
Trumpi sikur do ta zgjidhte më shpejt, po nëse është çështje tjetër që nuk po i futemi. Pra, në gjithë situatën ndërkombëtare që sa vjen përkeqësohet, ti në vend që të bësh hapa para, ti duket sikur ngel në vend, jo vetëm ngel në vend, po bënte hapa mbrapa, bën regres. Dhe kjo ka ardhur pikërisht për shkak të këtij mentaliteti totalitar. Ajo që nuk i falet